Me një mesazh për ju po fillojmë të dashur binjakë dhe letra juaj është 8 të ajrit. Çfarë pret binjakët në këtë periudhë të shkurtër bazuar në këtë energji të kësaj letre? Konfuzion mendor ose ndonjë bllokim. Mund të ndihesh i mbi ngarkuar nga informacione, mendime kontradiktore, ose vendime që duket të pamundura për të marrë. Pengesat e shikojnë më shumë të vetë imponuara. Shpesh problemet nuk vinë nga jashtë, dashur binjak, por nga dyshimet e tua, ose frika nga ndryshimi. Ndihesh i lidhur, i bllokuar edhe pse ke opsione. Debatet i mbrëmshëm, mosmarrveshje të vogla me të tjerët, ose lajme informacionet që të bëjnë të ndihesh, të krijojnë stres. Kjo nuk është letër permanente të dashur binjak. Ajo të fton të ndalosh, të marrësh frymë dhe të shohësh se pendët, që janë pengesat këtu në këtë rast, mund të hiqen lehtë nëse ndryshon perspektivën. Qetëso mendjen. Biseda me dike duke dike të besuar për të shpërndar mendimet në qoftë se janë këto negative. Mos e nxito në vendime të mëdha, prit derisa stuhia të qetësohet. Përdor kuriozitetin tënd pozitiv. Mund të lexosh diçka të re, mëson një aftësi të vogël, kjo do të rikthejë rrjedhën e energjisë. Kjo letër është thirrje për zgjim për ty si binjak. Mendja jote është armë e fuqishme, binjak, por kur ndërhyn shumë të bllokon. Hiq atë blindfold që quhet, blindfoldin mendor, dhe do të shohësh se rruga është më e lirë se ç'mendon. Ti ke fuqinë të fluturosh përsëri dhe të mos i shikosh këto pendla që ndihesh sikur e bllokuar apo e stagnuar. Çdo gjë fillon nga ty.